Avokati serb Čedomir Stojković ka dhënë një vlerësim të qartë dhe të detajuar mbi situatën politike në Ballkanin Perëndimor, duke u fokusuar kryesisht te roli i Serbisë dhe i Kosovës në kontekstin e qëndrimeve të Bashkimit Evropian. Ai analizon zhvillimet e fundit duke theksuar se Europa ka filluar të marrë një qasje më të vendosur ndaj rajonit. Situata politike këtë herë për fat të mirë është njëkashme. Në Europë është kristalizuar një qëndrim i qartë se BE-ja mban një përgjegjësi të madhe ndaj Ballkanit dhe se qetësimi i saj më parshëm ndaj diktatorëve dhe bartësve të korrupsionit e ve Europën në rrezik, kryesisht në aspektin e sigurisë rajonale. Bashkimi Evropian dhe shtetet kryesore anëtare janë të vendosura të marrin kontrollin dhe përgjegjësinë për zhvillime politike në Ballkan. Rezoluta e Parlamentit Evropian, e cila dënon regjimin në Beograd në të gjithë aspektet, përshtatet në mënyrë të përkryer në këtë valë të re politike. Krahas kësaj, Stojković përmendi edhe faktin se Vučić ka refuzuar të zbatojë marrëveshjen e Ohrit, po ashtu ushtoi se veprimet e qeverisë së Kosovës janë të përshtatshme në përputhje me rrethanat e sigurisë rajonale. Nga ana tjetër, Europa e kupton qartë se Aleksandar Vučić ka refuzuar të zbatojë marrëveshjen e Ohrit. Kjo i ka lejuar qeverisë së Kosovës të vazhdojë me shpërbërjen e institucioneve paralele të Republikës së Serbisë në veri të Kosovës. U tha në heshtje, Serbia refuzon të bashkëpunojë, prandaj duhet të zbatoni atë që mendoni se është e nevojshme, në mënyrë që në të ardhmen rreziqet e sigurisë si sulmi në Banjsk të mos ndodhin përsëri, dhe qeveria e Kosovës e ka bërë pikërisht këtë. Më duket mua, me saktësi kirurgjikale, përmbylli Čedomir Stojković, për Bota Sot.